yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Ka me vetëm fytyra e Zotit tënd. Ka me Allahu te barekuhu teala dhul jalali wal ikram. Çka është dhul jalali wal ikram? Dhu kemi thonë kur përmendet tregon diçka që posedim të madh diçka ndonjë. Pra më thosh dhul ilm, shumë dije ka atë. Dhul mal, shumë pasuri apo. E këto lakon dhul jalal, don shumë mos fal, nuk mund ta paramendosh sa i madhërishëm është. Allahu te bartala edhe el ikram, edhe sa bamirës është. Shikoj balans, domos i fuqishëm, i madhërishëm që pak tutesh edhe qetson, ka dalë se bamirës është apo. Krejt emnat e Allahut azza xal. Krejt si Allahu xhallahu hin çtova. Emnat e Allahut ndon dy kategori, dhul jalali wal ikram. El-Azim, El-Kabir, El-Muta'al, El-Jabbar, El-Kahar, janë dhul jalal. Emnat e Allahut që për madhësinë e Allahut, fuqinë e Allahut, përsinë e Allahut, këtë të dhul jalal. El-Ikram, El-Ghafur, El-Rahim, El-Hakim, këtë hin te El-Ikram. Allahu i nderon njerëzit me emnat. Prandaj Allahu xhallahu ala çish nderon, kërkon që ta nderojmë me adhurim në mënyrë që Allahu azza wa jalla na ka krijuar për shkak se krejt që ka kemi që përvojë tokës, këtë ka mushkatru. Jo vetëm tokë, edhe anijet, edhe detnat, edhe toka, edhe gjithë shka, edhe shkëlqimi i margaritare ka e marrë fund, edhe diamantë, gjithë shka ka me u vlerën e vetë. Veç Allahu mbetet apo, veç Allahu ka me mbetë. Edhe ka thonë djetarët, nga kjo kuptojmë se edhe ajo që është bo për Allahun mbetet, që ajo ka me mbetë. Qka ke bo për Allahun me anije, me aeroplan, në tokë, me këtë për Allah që ka mushkatru aeroplani, edhe anije, edhe toka, këtë, ama ja që i ke bu mi tokë, për Allah në ka me metë ato, që e shka. Nuk ka forcë me lene Allah që e shkatëran, e tjetërsan, bamirësin që i ke bu për Allah në të gjellë ola. Ana këtë kjo kosmos, këtë që ka shkatërohet, këtë shkërmoqet, shkatërohet, bjen këtë, në fund që ka jetë? Jetë dhikri, jetë namazi, besimi, derë që i ke bu këto jesin, Allahu i runa për.